Niveli aktual I zbatimit të rekomandimeve të auditimit mbetet I ulët. Në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor, I kam dorëzuar Kuvendit të Republikës së Kosovës raportin vjetor të performancës për vitin 2025. Cilësia e raportimit financiar në organizatat buxhetore në vitin 2024 ka vazhduar të mbetet në nivelin e pritur. Nga 87 auditime, 46 rezultuan me kesh deklarime materiale dhe opinione të modifikuara, ndërsa vetëm 41 me opinione të pamodifikuara, përkatësisht opinione të mira. Edhe në aspektin e pajtueshmërisë në kornizën ligjore gjendja është e njëjtë, pasi shumica organizatave, veçanërisht komunat, kanë rezultuar me papajtueshmëri ligjore, si rrjedhoj janë dhënë mendime jo të mira. Situata e ngjashme ishte edhe në ndërmarrjet publike për sa I përket raportimit financiar. Nga 9 auditime të mbuluara nga ana jonë, vetëm Telekomi ka marrë opinion të mirë, ndërsa 8 të tjerat kanë marrë opinione jo të mira, përfshirë edhe opinione të kundërta. Niveli aktual I zbatimit të rekomandimeve të auditimit mbetet I ulët, për shkak se vetëm 37% e rekomandimeve janë zbatuar plotësisht, ndërsa pjesa mbetur është në proces zbatimi ose nuk është zbatuar fare.